A di pse ne palestinezët jemi të famshëm? Sepse ju jeni armiqtan. Interesimi për ne buron nga interesimi për çështjen hebraike. Interesi është tek ju, jo tek unë, ka thënë dikur në një intervistë autori palestinez Mahmud Darwish. Ne kemi fatkeqësinë që kemi Izraelin si armik, sepse ai gëzon mbështetje të pakufizuar. Dhe kemi fatin e mirë që kemi Izraelin si armik, sepse hebrejt janë në qendër të vëmendjes. Ju na keni sjell humbje dhe famë. Fjalët e Dervishit u ofrojnë palestinezëve një pasqyrë, jo vetëm për të parë veten, por për të kuptuar realitetin brutal dhe absurd në cilin jetojnë. Siç shkruan aktivisti politik palestinez Abid Abu Shade, ato na kujtojnë se fati i palestinezëve nuk është i jashtëzakonshëm, as nuk janë të shpëtuar nga indiferenca e dhunshme që përpin popujt e tjerë arab që jetojnë nën regjime shtypëse. Dhe na kujtojnë se asnjë sasi vëmendje të veçantë mediatike nuk mund ta ndryshojë katastrofën që është imponuar palestinezëve, as ti mbrojë ata nga dhuna që përcakton ekzistencën palestineze.